Në reagimin tonë të cilën e kemi publiku sot gjatë ditës, e kemi bërë qartë që ky është njëri prej rasteve më të rënda dhe sulmeve më të rënda ndaj gazetarisë hulumtuese në vitin e fundit. Sulm ky që vjen direkt prej një politikani i cili është duke u hetuar për një aferë të korrupsionit, hetimi së cilës është nisë për shkak të një hulumtimi televiziv të cilën e ka bërë Kallxo Pikomi. Sulmi i këtij njeriu ndaj Kallxo Pikomit nënkupton sulm ndaj fjalës së lirë, sulm ndaj të drejtës për me zhvillu gazetari hulumtuese në këtë vend dhe sulm ndaj kredibilitetit të mediave të pavarura të cilat guxojnë dhe kanë aftësi me hulumtu, me hetu dhe me publiku afera të tilla të korrupsionit. Zotri Thaçi është filmu për ekipit tonë në një muhabet ku ai ka premtu ndryshimin e linjave të shpronësimit në zonën e Shqipitullës, në njënën prej zonave e cila tradicionalisht është njohur për aferat korrupsionit, të shpronësimeve dhe të keqpërdorimeve me shpronësimet e miliona eurove të cilat vijnë prej Kekut apo prej qeverisë të Kosovës. Dhe kjo aferë ka shpërfaqur një tërësi të plotë të ngjarjeve ku njerëzit e pushtetit e përdorin shpronësimin si mjet për me mri deri tek votuesët e vet për me mri edhe me i bind ata. Sot, kur zoti Thaçi është ftuar në Prokurorinë Speciale për me dhënë dëshmi dhe për me dhënë deklarat në cilësinë të pandehurit, po e theksoj në cilësinë të pandehurit, ai kur ka dalë para gazetarëve, pa asnjë fakt, ka vendosur me sulmu ato që e ka denoncu, duke pretenduar që thjesht ai është ndi i shantazhuar. Zoti Thaçi në këtë rast nuk ka mujt me u ndi i shantazhuar, për shkak se kërkesa jonë në këtë rast, për shkak se unë e kam redaktuar hulumtimin dhe kam mbikëqyr krejt punën se si është zhvilluar këtë rast, kërkesa jonë e bëme me datë 5 qershor ka qenë e qartë. Zotri Thaçi është ftuar për intervistë për me sqaru takimin në cilën ai dëgjohet duke bë aferën të cilën e kemi quajtur si afera e Shqipitullës. Në këtë situatë, çdo material të cilën e kemi pas, çdo komunikim të cilën e kemi bë me zotrin Thaçi, ne e kemi të incizuar, e kemi të dokumentuar në arkivat tona dhe në asnjë moment zotri Thaçit nuk i është përmend takime sy më sy, nuk i janë përmend pretendimet të cilat ai ka ngritur sot në publik dhe nuk janë kërku takime të cilat ai po i pretendon. E vetmja kërkesë për takim ka qenë për me zhvillu intervistë para kamerës, gjatë të cilën zotri Thaçi nuk e ka pranuar, mirë po është intervistuar në telefon dhe këto incizime ne kemi publikuar në hulumtim. Tentativa e zotrit Thaçit që aferën e vet të korrupsionit, të përfshirjes së tij në ndikimet në Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale, njëri prej aktorëve kyç në shpronësimet në Shqipitull, me zhvendos në një sulm të mediave, për neve janë të papranueshme dhe i cilësojmë si një sulm direkt ndaj punës tonë të pavarur. Për këtë arsye, kemi sensibilizuar edhe publikun, edhe organizatat të cilat mbrojnë gazetarët, e shumë më shumë do të vazhdojmë me punën në këtë drejtim, duke hartu padinë ndaj zotit Thaçit dhe duke dërguar zotin Thaçi në gjykatë me padi për shpifje, për shkak se çdo deklaratë që është dhënë prej tij sot gjatë ditës për ekipin ton, për kolegët ton, për autorin e emisionit, për redaktorët e emisionit është hiç më pak se një shpifje e plotë e në disa raste mundet me kalu edhe në elemente të tjera, të cilat më vonë do t'i trajtojmë juridikisht. Është shumë e qartë që shumë shpejt na do ta dorëzojmë padinë për shpifje. Është shumë e qartë që kemi një fat të mirë që disa prej gjykatave tona kanë nisur me i trajtu padit për shpifje. Tashmë Kallxo Pikom ka fitu disa pati ndaj individëve të cilët në formë të influencerëve kanë sulmu kredibilitetin tonë dhe ne do të vazhdojmë me mbrojt kredibilitetin tonë edhe në gjykatë, po edhe para publikut. I kemi lutur gjatë ditës të gjithë kolegët gazetarë që para transmetimit të deklaratave shpifse të zotit Thaçit të marrin mundin dhe të paktën të verifikojnë nëse ajo çfarë ai po pretendon është e vërtetë. Zoti Thaçi sot gazetarëve nuk ka mujt me u shpërfaq asnjë incizim për ato që ai ka pretenduar, nuk ka mujt me u shpërfaq asnjë mesazh për ato çfarë ai ka pretenduar dhe aq më shumë ai vetëm ka vazhduar me shpif pa e dhënë asnjë provë, duke thjesht manipuluar opinionin në pretekstin se ai është në mbrojtje të qytetarëve. Në këtë situatë, në mbrojtje të qytetarëve kanë qenë ata që kanë raportuar për sjelljet e zotit Thaçit në ekipin tonë dhe në këtë situatë ne mendojmë që mbrojtja e qytetarit do të ndodhë në momentin kur shpronësimet në Shqipitull të hetohen në plotni dhe ata që kanë shpif të marrin ndërshkimet prej gjykatës.